Sot do të njoh me një bimë mjekësore të përdorur që në kohët e hershme. Kjo është këputja ose bishtkali. Bari përbëhet nga pjesa mbitoksore e kërcellit shterp të verës e tharë, e këputjes ose bishtkalit ose e hjeksës, Equisetum arvens, familja Equisetacea, e cila është një bimë shumë vjeçare, sporofite e lartë e zakonshme tek ne, vende me lagështi dhe hije, moçale e tjerë. Këputja nxjerr dy lloje kërcesh, por në mjekësi përdoren vetëm kërcesh shterp të verës, të cilët janë hollak, të fortë dhe të thatë, me hulliza të theksuara për së gjati 20 deri në 60 cm të lartë, me ngjyrë të gjelbër të hapur, me qerthuj degësh katërkëndëshe të larguara anash në nivelin e nyjeve. Vërehen mille të murta prej luspash të dhëmbëzuara, të cilat përfaqësojnë gjethet e bimës. Bari i këputjes përmban kryesisht acid silicik, rreth 7% saponine, ekuizetinë, acide organike, glukozite, flavonike e tjerë. Ajo ka veti të rrisë sekretimin e urinës, të ngordh mikroorganizma që shkaktojnë sëmundje dhe plagë. Bari ndihmon formimin e leukociteve si pasojë nxit proceset natyrore të shërimit të sëmundjeve ngjitse. Duke u nisur nga këto veti, këputja mund të përdoret në sëmundjet e veshkave dhe të fshixjes së urinës, në disa sëmundje të zemrës që lidhen me mbajtjen e ujit në organizëm. Mjekësia popullore këshillon barin edhe në rastet e cirrozës hepatike. Këputja mund të përdoret në formë banjash dhe kompresash për shërimin e plagëve, për gargar, në pezmatimet e bajameve dhe për shpëlarjen e gojës në rastet e mahisjes së saj. Studimet sugjerojnë se mund të ketë efekt diuretik dhe të ndihmojë në largimin e lëngjeve të tepërta, të mbështesë shëndetin e kockave falë përmbajtjes së silikonit, ndihmojnë në forcimin e flokëve dhe thonjve, kanë veti antioksiduese, antiinflamatore dhe antimikrobike. Në studime laboratorike dhe te kafshët të tregojnë efekte të mundshme në uljet e sheqerit në gjak, por këto nuk janë konfirmuar plotësisht tek njerëzit. Efektet anësore dhe kujdesi. Nuk rekomandohet përdorimi i afatgjat pa këshillat e mjekut. Mund të ndërveprojë me disa barna, sidomos diuretikët, ilaçet për diabetin dhe litiumin. Nuk rekomandohet gjatë shtatzanisë dhe ushqyerjes me gji për shkak të mungesës së të dhënave të mjaftueshme për sigurinë. Disa preparate mund të përmbajnë enzimën tiamizin, e cila mund të ulë nivelin e vitaminës B1 nëse përdoren për periudha të gjata. Përgatitja dhe përdorimi. 4 lugë kafeje me barë të coptuar hidhen në një enë, kushtohen 2 tasa çaji me ujë. Përmbajtja zihet 15 minuta. Lëngu lihet të ftohet, kullohet dhe mbëlsohet sipas dëshirës. Kjo sasi e çajit pihet gjatë ditës. Në vendet e freskëta dhe të thata, bari i ruan veprimin për 18 muaj. Më ndiq për më tepër në Baçja